Dhe fatkeqësisht njerëzit nuk dëshirojnë t'i dëgjojnë fjalët e Zotit, e as t'i dëgjojnë fjalët e Muhamedit, profetit të njerëzimit Muhamedit alayhi salatu vesselam, e as fjalët e dietarëve, e as fjalët e njerëzve të urtë, e as fjalët e atyre të cilët nuk dëshirojnë çrregullime në tokë, po i dëgjojnë fjalët e faraonave, i dëgjojnë fjalët e njerëzve të këqij, i dëgjojmë fjalët e këngëtarëve, i dëgjojmë fjalët e njerëzve që nxisin për vrasje dhe mbytje dhe shkatërrime në tokë. Andaj ajo çka ne përjetojmë është shumë e keqe dhe nuk i dihet e ardhmja se si do të jetë nëse ne nuk e merremetojna vetveten. Nëse ne nuk i kthehemi Allahu xhele xhelalu, sicili me takatin e vet, sicili me përgjegjësitë e veta, sicili me gjunaat e veta, nuk ka mundësi më rregullue çështja, por do të komplikohet edhe më tepër. Vrasja është bërë fenomeni më normal tek njerëzit. Qahat për disa ditë dhe te i kalohet. Qahat për disa ditë dhe te i kalohet. Dhe kjo është në dhiru shumin, si thojnë arabët. Kjo është alarm për një të keqe. Kjo është alarm për një të keqe. Një e keqe është këtu. Një e keqe është këtu. Nuk o normale, nuk ka e natyrshme, s'është burnore, nuk ka as familjare, e as me kallëzu as një lloj vlere. Nuk është as e nervozës e natyrshme njeriu me uqu edhe me vra gruje shtatzane, me vra gruje e cila am prakt lindjes, me vra një gruje edhe fëmijën e vet. Kjo nuk ka normale. Kushdo që e normalizon ai nuk ka normal. Kushdo që e banalizon ai vetë banal. Ai vetë nuk ka tamam. Por ma jo tamam se këta disët janë ata të cilët kur nuk din çka me thonë në tokë e shojnë qiellin. Ata kur kanë bërë shumë krim në tokë e shojnë Allahun xhelle xhelalu. Ata të cilët krimët dhe ndëshkimet të cilat i jetojnë jetën e kësaj bote munon fajin me alan Allahu xhelle xhelalu. E shojnë Allahu xhelle xhelalu. I thojnë qilla e pist. Nuk është qilla e pist, po banorët e tokës gjunaçar janë të pist. Jena të pist na që spendohemi te Allahu xhelle xhelalu. Jena na ata të cilët e shkaktojna idhërimin e Zotit xhelle xhelalu. Kjo është e madhe të nderuar xhamatli. Kjo vrasje, nëse sicili pi neve nuk e merr për alarm për shpirtin e vet, për familjen e vet, për vladin e vet, atëra ku kena munisë për para Zotit xhelle xhelalu. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e ka madhru çështën e xhakit shumë. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an e ka prue vrasjen e padrejt si me vra këtë njerëzimin. Ai çka e çon dorën një, i çon dorën edhe shumë. E shumë rrihet për njerëzve nuk e kuptojnë çish i vjen me vra një njeri me vra këtë njerëzimin. Çet kallzoj që kanë thënë dietarët. Ti kur e ke vra një njeri, ja ke vra edhe farën. Nda ka pas mundësi me ardhë 60 breza, keti ke vrati. Ti kur e vrat një njeri, ti a di që ke bo, ti ke vra kitë breza që kanë pas me ardhë pja tina, keti ke vrati, s'ka më mundësi me dala jo. Andaj kjo është Allahu gjela ke ennema katelen nëse gjemia. Thot Allahu gjele gjelalu, kush e vrat një njeri, aja si kur mi pas vra kitë njerëzit. Qysh si kur kitë njerëzit? Pa i ka vra keq ka janë mrejna aty. Krejt në fartë, kur rrisë të sajnë e i ka vrahe. E kjo është e madhe. Andaj na duhet të alarmohemi. Këto janë pasojët e gjunaheve. Këto janë pasojët e gjunaheve. A neve na vinë njerëz me thonë, o gja kur ki me ndru temën? Kur ki me ndru temën? Mos volë më për gjunahe. Po ana nuk kena të pa. A nuk kena të pa me si në bala. Janë të vra njerëzit, janë të bozë zina, janë të umit me të këqia. Na nuk e njofë në Allah, nuk e njofë në imanin, nuk e njofë në shirkun, nuk e dimi sa i dhënohet Allah mi po shirk, nuk e di në nas shka i bja Allah mi a shkel të drejten e njësimit atina, kush të lipineve e dy. Andaj duhet të alarmohemi prej gjunaheve. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuar një numër të madh të njerëzve dhe i përmendëm se prej tyre i ka mallkuar edhe këta. Edhe këta që ka vrasin. I ka mallkuar edhe këta që marrin shpirtin pa të drejtë. Andaj kjo është prej pasojave gjunat. Ja merr Allahu xhelalu ala shoqërisë menën. Dhe neve na u kosh mor mendja.
Ne nuk ka marrë mendja, ne nuk e dina çka do bëjë. Jeti huna fil ardi 40 sana. Tha Allahu xhelle xhelalu, bitë e Israilit kur banën gjuna Allahu xhelle xhelalu, a di çe u ka vë Allahu dënim? 40 vjet pi mahallës sun kanë dalë. 40 vjet se ne kanë ditë çish dilet pi mahallë. Dhe kudreti Allahu është ky, të huton mbrenda mahallës. Ne na hutu mbrenda nivelit. E na hutue. Shkojmë festojna, shkojmë gëzohemi, diçka që nuk ja dim kuptimin. E pastaj Allahu jera na çon neve, na çon prej belave çka s'mund na mi dhon tefsir. Andaj kjo është prej pasojave të gjunave. Gjithashtu prej pasojave të gjunave që ai ka përmend pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, cila është? Ose ku të kalojna pranë popujve që janë dënuar me u shpejtue. Në ditë për ditëve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kalon pranë gjurmëve të një populli i cili ishte shkatruar, populli i Themudit. Është pjesë e botës arabe, ku ka jetu populli i Themudit që i ka shkatruar Zoti xhelel xhelalu. Kur mbrënën në atë vend, çka tha alayhi salatu wassalam? Ecni më shpejt. Ecni më shpejt. Kalon në këtë vend më shpejt, siç çtoi ka dënuar Allahu xhelel xhelalu. Dhe pastaj çka ndodhi? Tha alayhi salatu wassalam, dhe mos pini ujë nga këto puse, se këto janë puse të mallkume. E dikush pisa tha, ja Rasulullah, kemi zonë brum me këtë ujë. Tha, largone, shmangne. Tha, maksimumi që ka mundi me bëmë atë ujë, mja o dhonë deveve. Deveve, ajvanve mja o dhonë me pije. Ama ju mos e pini. Për çfarë? Për çfarë? Se qatë popull e ka shkatru Allahu që ai nuk ka tash. Nëse veç veni ku e ka shkatru Zoti, ka mundësi me trok mallkimi. Po para menoti kur jeton me njerëz të mallkuar, kur jeton me gjunaqar, kur jeton me njerëz që nuk e njohin Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa është e rrezikshme. E lutemi Allahun, Allahu mos na dënoja ya rabbel alamin. Se shumë është ju bota ndëruar xhamarli gjuna Allahu xhel xhelalu. Wallahi na nuk e dim çka na pret pe Zotit te bareke ve teala. Inna rabbaka la bil mirsad. Fadallahu në surën Al-Fajr, inna rabbak, Zoti jot atu prit. Zoti jot atu prit. Çka atu prit? Kanë të prit. A ti prit kriminalët? Ku janë të shku këta njerëz? Ku janë të shkuana? Si komentojnë xharat? Dalmi hutohemi, prap jepmi pas dunjajës. O nderuar vëlla, nuk ka jeta ti që ta marrmenja. Ti nuk mundesh me jetu në këtë tokë ti që të kujtohet. Se këtë tokë as e jot as e jeme nuk ka. O drejtohesh çdo Zoti ose kimi e pa pasojat. Mos u ban as me një vesh, e as mos u ban këshis ponin. Ki me ndru jetë, kuptoj e shtinën mene, shtinën zemër. Mos u jep pas dunjoj e sigur kimi jetu 300 vjet. E gjenë plakin 70 vjet, mban plane për 400 vjet. A, ku e ki menën? Ku është menja? Thare i salatu selam një ditë për ditëve, kur e pa një njeri të e qu një shpi, 2 kat. Tha ndreqe për me prish. Ndreqe për me prish. Kura i më nuk ka ndreq shpit madhe? Se e kuptoj se për nësam ku e gjujti topin, ku e gjujti urësien. Andaj, letim ledhim mend, sepse gjuna i ka pasoja, Wallah i ka pasoja. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka ardhur për më ka dhënë njerëzve se mi ba gjuna Allahin toka shumë e madhe. Shumë e madhe me i dhënë Allahu xhallahu ala. Ka mundësi ti sot këtë muhabet e merr hajgare, pendimin e merr hajgare, ti prapë shkon me tanën, ama është një sen e rrezikshme. Mundet me ta vulos Allahu zemrën kur mos u kthehesh. Të mallkon Allahi kur mos u kthehesh. Të mallkon Allahu xhelala dhe e sheh vetën në xhenem dhe kur mos unë sheh dritën me si. Andaj tha Allahu xhelala në surën Taha, kur da ringjall Allahu xhelala kriminalin, ha? Çka i thot Allahu xhelala? Ky kriminali thot Allahu te bareke ve teala, lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Allahu xhelala e ringjall kriminalin dverbër, çorr, s'shaj. I ka dur të lidhta me zinxhir, nuk sheh, ka me in xhenem tar, kit tar për mi tar. I thot, o Zot, mu më kanë punu si në dunja, pse mi ke morë si? Çka i thot Allahu xhelala? Kedhalik, që shtu të kena morë si se në dunja nuk shifshe. Ti pa ta dhonë si sa shifshe kajrin. Ti pa ta dhonë si, ama ti nuk i dajshe pjatin e dinarve to. Ti vesh dinarët e to i këshirshe. Harrove Allahun, harrove ahiretin, harrove pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, harrove se ti gjunaqar, i mëkatar. Andaj kjo pasoja e gjunait, gjallë verbër Allahu xhel xhelalu. Allahu mos na bëj pitën ya rabbal alamin. Gjithashtu për pasojave të gjunave është ajo që ka përmend pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Shiko, sot janë aty jetue pas koronës
lufta Ukrainës dhe ardhmja e panjohur, e frikshme për shumë për njerëzve, e frikshme për dinar, për dirhem, për ekonomi, se dia kena me pas e kështu me radhë. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith: Allahu xhallahu ala kur e ka krijuar Ademin, babën ton, sa i ka pasaj 30 metra njeri. 30 metra, 60 kut e ka kriju Allahu xhallahu ala. 30 metra. Sot mesatarja njerëzve cala është 2 metra. 2. Pin 30, çka e ka bëu? Thot pejgamberi sa ka vazhdu duke u zbe derisa kena ardhur këtu. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, pi pasojave gjunait është se Allahu nga ajo përsosmëria e Ademit na ka lënë neve çtu të vogël. Tu bën njerëzit gjuna. Tu bën gjunaj ty u zbrit edhe imri, edhe fiziku. Pin 30 metra, 2 metra mesatarja. A nuk janë këtë 2 metra sot? Nuk janë. Me mi baso 2 metra është njëri gjatë llogaritën. 30 metra ka kriju Allahu xhallahu Ademin. Pse kanë ardhur 2 metra? Se i kanë bë Allahu gjuna. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, ku të roke gjunaja hu bereqetin. Ku të roke gjunaja e zbe. Edhe njerën e ka zvëglue. Andaj kjo pri pasojë e gjunajeve. Këtë qëto krizë është ka i shifë një botë, që ju thojnë juve herë për koronën, herë për Ukrajinën, herë për luftën. Nuk është këtë kjo. është gjunahi i kamatës, është gjunahi i pasurive që të cilat meremetohen dhe rregullohen dhe administrohen me banka, me kamat. Dhe Allahu xhelal në Kur'an ka thënë ai i cili merret me kamat, çka e gjen? Çka e gjen? Yemhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu e mposht kamatën, i zhduk kamatën. Sile Allahu krije kamatës. E nëse njeri munohet me zor, ata që ka thënë Abdullah ibn Abbasi, le të luftojë me Zotin. Allahu diçka do me shtinë në tokë, ti do me majt nalt. Provoja më në ma. Kjo dunjaja të mundu me majt me zor sistemin bankar kamatar. Edhe veç i shpërthan të në andë. Këto shka i qofë në nabi shpërthimeve, janë se ata dojnë me zor me majt sistemin e kamatës. E Allahu që thot, jem hakullah. Ama Allah i ka vendosë ndryshe. E na do t'jemi dëshmitar, a do ndodhe që shka thonë Zoti, a që dojnë kriminellet. E lusme Allahu mës në boj për kriminelve, ja Rabbal Alamin. Në largon Allahu për gjunaheve, në largon Allahu për të këqijave. Allahu te bareke ve teala lusme që Allahu na i ben men krije, ja Rabbal Alamin.